Alhamdulillahi wahde wa salatu wa salamu ala men la nabiyya ba'da. Kjo e keqe që përbëhet tek ne fatkeqësisht, po përhapet me shumicë. Prandaj obligimi çdo familjar, çdo prim, çdo bab e nën e gjysh është që ta ndalë familjen e vet nga këto fitne, nga kjo kurri e hapur. Nga se kjo është diçka interesante. Po nëse një herë e merr një këtë rrugë, janë digmon shejtani edhe epshi i tij dhe përhapet pislëku edhe brenda në shtëpi. Prandaj keni kujdes, nga se kjo është diçka që ka me epsh, me kojtje. Si ti hin qef një herë, vazhdon 2 herë, e 3 herë, e derisa fillon të dytën e të përhapur. Nuk ka shumë kohë. Ka ndërsa 1 muaj. Kemi lexuar në rrjetet sociale apelin nga kanë bërë. Ju lutemi, nëse dikush e din ku është një foshnjë posa lindur diku në spital, na lajmëroni në këtë numër, nga se e kanë avortu dhe e kanë humbur diku. Umeti Muhammed marrësh, turpësh, njerë për atë. E pas ka lindë e pas ka lënë dikun. E dalin tashna t'ja lypin ku e ka lënë. E kanë gjetë në kontinjent të Kantës, Bërlogu. Umeti Muhammed, vaj për neve. Në ne shigjoni. Kjo që pëndohë tek ne, nuk është normale. Po ata që thëjnë në Evropë, ashtu është, atje lindin, s'ka problem. Nuk i dihet kush ka lind, s'ka është ma, normal është. Për në Evropë, ja u japim dorën atyre. Bravo ju kofjullë. Havo tek ne, te umeti Muhammed, 95% musliman. Po ndodh kjo, nuk e di. Kurse atje, sa për vlezëve nga tregojnë që ndodh ashtu. E që ta shprik njëri tha, a i që jeton atje, sa kam qëllu në një spital atje në Evropë, dhe pash një grua hyri me shpejtësi për të lind në atë spital, e pash e murën dhe mjeku i tha, ku e ke burri, ta nuk e kam burri është në shtëpi. E i tha me këndje, ta jam me taksistin, jashtë ko prejtë. I tha, e ki dikonin, jo se kam askën, përveç taksistit. Tha, por se zgjen burri rinë në shtëpi, nuk vjen ai. Po mirë burri pse ta solli taksisti, ta sepse me taksistin e konë kësi. Normal. A është Evropë kjo? Po. A do në hinë Evropë? Po. Merëm. Ka për Evropën përdor, shko ati.